Një moment i rënd dhe shumë i tensionuar u shënua në shtëpinë e Big Brother, kur Edi shpërtheu emocionalisht gjatë një bisede në tavolinë, duke treguar një anë të ashpër të karakterit të tij. Me zë të ngritur dhe ton të prerë, ai u drejtua drejt për drejt ndaj bashkëbiseduesit, duke shprehur hapur pa kënaqësinë dhe kufitë e tij personal. E kam shumë mërzi, tha Edi, kur jam unë në tavolinë dhe dikush më ngrit zërin. Fjalët e tij nuk ishin thjesht ankesë, por paralajmërim. Ai theksoi se për të respekti është vijë e kuqe dhe se nuk e toleron mungesën e tij, sidomos në një ambient ku bashkëjetesa është e detyruar dhe presioni është i përhershëm. Në vazhdim, Edi bëri një deklaratë që e rëndoi edhe më shumë atmosferën. Ai përmendi një rast nga e kaluara, duke thënë se djalin e xhaxhait të tij e kishte rrahur një herë pikërisht për këtë arsye, për ngritje zëri dhe mungesë respekti. Ai nuk e tha këtë për të mburur, por si shembull se sa seriozisht e merr këtë çështje dhe se deri ku mund të shkojë kur ndjen se po i cenohet diniteti, kështu që as ty nuk të toleroj, shtoi ai, duke e mbyllur fjalinë me një bolltash të prerë, që u ndje si vijë ndarse. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, disa të tensionuar, disa të befasuar nga ashpërsia e deklaratës. Tavolina, që zakonisht është vend bisedash të zakonshme, u shndërrua për disa çaste në një arenë përballjeje psikologjike. Ky shpërthim i Edit nxori në pa sa të brishta janë marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe sa shpejt një debat verbal mund të marrë për masa serioze. Disa banorë e panë reagimin e tij si shenjë mbrojtjeje të vetes dhe kufive personal, ndërsa të tjerë e interpretuan si kërcënim dhe mungesë vetkontrolli. Situata u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së disa banorëve, të cilët tentuan ta ulin tensionin dhe ta kthejnë bisedën në tone më të moderuara. Megjithatë, fjala e Edit kishte lënë gjurmë. Mesazhi i tij ishte i qartë, ai nuk pranon t'i flitet me zë të lartë dhe nuk është i gatshëm të tolerojë sjellje që